Bismillahirrahmanirrahim. Nëse i analizojmë të gjitha shtyllat e Islamit, për nga ana e praktikimit të tyre, na del se shtylla e dytë e Islamit, namazi, u atë i kalon të gjitha shtyllave të përmbledhura që kryhen gjatë tërë jetës. Kështu, ta zëm shembull nëse një personit Allahu Azza wa Jalla i ka dhënë ymër 70 vite, dhe përgjatë këtyre viteve i ka dhënë shëndetin dhe pasurinë, atëherë nga mosha e tij 70 vjeçare heqin 15 vite të cilat i ka kaluar në fëmijëri akoma pa hyrë në moshën madhore, dhe mbesin 55 vite. Në këto 55 vite ai ka pasur obligim të shqiptojë një herë shahadetin, të jap zekatin 55 herë, të agjeroj Ramazanin 55 herë dhe të shkojë në haxh vetëm një herë në jetë. Nëse i përmbledhim të gjitha këto obligime që janë kryer përgjatë krejt jetës, atëherë na del shifra 112 herë të gjitha këto adhurime janë kryer përgjatë tërë jetës. Ndërsa nëse analizojmë se sa për vetëm një muaj kryejmë namaze ditore, ta zëm shembull nëse muaji ka 30 ditë, atëherë na del se 150 namaze kemi pasur obligim që t'i falim vetëm për një muaj. Ana e praktikimit të shpesht të këtij adhurimi e vërteton se sa është i rëndësishëm ky adhurim tek Allahu dhe çfarë vlere ka tek ai. Andaj, rri gati kësaj shtylle dhe fale rregullisht namazin ti.